Universiteti Luiç Gurakuqi i Shkodrës dhe i Mjekësisë në Tiranë kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi në disa fusha. Ishin dy rektorë që hollën firmat në dokumentin që hap një kapitull të ri të marrëdhënies mes këtyre dy institucioneve të dijes. Një nga pikat e forta është ai për udhëheqjen apo bashkullheqjen e programit të tretë të studimeve doktoratur. Ajo që është kryesi në këtë universitet me këtë marrëveshje është bashkëpunimi në ciklin e tretë të studimeve, në studimet e doktoratës, ku sipas marrëveshjes që nënshkruan do të kemi mundësinë të udhëheqjes dhe bashkullheqjes së stafit tonë në Universitetin e Mjekësisë. Me mbështetjen e Universitetit të Mjekësisë dhe me garancinë që na dha rektori profesor Graqini, ne do të kemi mundësinë ta zgjerojmë edhe me një njësi tjetër, në mënyrë që në të afërt ne të mund të kemi fakultetin tonë të shkencave mjekësore teknike. Marrëveshja në fjalë ka një kohëzgjatje 4 vjeçare me të drejtë zgjatje në heshtje apo me dëshirën e vetë dy universiteteve nënshkruese. Përmbyllja e saj është në vazhdin e transformimit që Universiteti Luiç Gurakuqi ka nisur rreth një vit më parë, kur rektori Tonin Xhurej mori detyrën dhe drejtimin e këtij institucioni të dijes ndër më të rëndësishmit në vend.